pezullohet partia politike Alianca Kosova e Re dhe ne nuk kemi mujt me majt kuvendin brenda afatit 4 vjeçar, kuvendin zgjedhor të brendshëm. E ky afat ka qenë fundi i shkurtit, andaj në kontekst të kësaj është bë pezullimi derisa ta marrin kuvendin për 2 muaj ditë. Në ndërkohë, pezullimi do të thotë që në ndërkohë nëse bëhen zgjedhjet, ne si listë e AKR-s nuk mundna me konkuru, por ndryshe sikur deri tash kemi konkuruar në këto zgjedhjet e fundit me LDK mundna me shku, ne si parti ekzistojmë normalisht, por derisa ta mbajmë kuvendin zgjedhor, ne nuk mundna me konkuru si listë e AKR-s. Pse nuk kena mujt me arrit me majt në kohë të paraparë me legjislaturë, është shkaku që janë marrë 2 parë zgjedhje. Këtë rast ka tanguar që kuvendi jonë të jetë në kohën kur janë marrë 2 parë zgjedhje, zgjedhjet lokale dhe zgjedhjet nacionale. Andaj në kontekst të kësaj ne kena bërë kërkesë që më na shty afati për 4 muaj, por si duket KCZ nuk e paska aprovuar, kështu që na paska pezulluar, po them derisa ta marrin kuvendin. Përndryshe ne veç aktivitetet i kemi bërë disa aktivitete dhe dikun ka mesi prillit ose fundi prillit do ta mbajnë kuvendin. Në ndërkohë ne deri me 31 mars kemi një lloj le të themi pezullimi të çështë të institucioneve dhe nëse ekziston mundësia që të shkohet në zgjedhje për shkaqe ekonomike, thjesht qoftë subjektet ekonomike, qoftë individet caktuar janë të detyruar që të gjojnë rrugë me orë deri të çastin e finanse. Mirë këto fajdet, si mas informata që disponojmë, ka 70-80-100% me një procedurë shumë të shpejtë, thjeshtër edhe të ndaluar këtu. Në këtë rast, hetuesia ka kryer punën e vetë në bazë ligjit. Unë e përshëndes, kjo ndikon e rrit edhe më shumë informalitetin ekonomik, krizën ekonomike. Ashtu kështu Kosova është duke vuajtur, është në një gjendje të mbjetesës gjithë qytetarët, për arsye sepse inflacioni është për çdo ditë më shumë duke. Kriza ekonomike shkakton edhe krizën morale. Në këtë rast, për shkaqe ekonomike janë të detyruar shumë qytetarë me hinë rrugëve ilegale, thjesht pahishme, të ndaluar që janë me ligj, edhe të kushtueshme, si në aspektin e për vetveten, domethënë qoftë si subjekt ekonomik nëse kanë biznese, mirë po edhe në mënyrë individuale. Mirë po shteti edhe mekanizmat e shtetit janë duhet me funksionu. Në këtë rast thjesht do duhet që autoritet rregullator për kredinë, gjithë ato që është Banka Qendrore e Kosovës, që i monitorojnë gjitha bankat komerciale, sepse bankat komerciale japin kuptohet, qoftë vendore, qoftë në disa ndërkombëtare, domethënë me kapital të përbashkët. Mirë po në këtë rast do duhet që dhe norma vjetore intereset e Bankës Qendrore ta monitorojnë, ta bënë sipas rajonit, sepse në vitin e kaluar 6.38% ka qenë nivel mesatar vjetor, ka qenë më lart se në rajon, domethënë që është ndikon negativisht në aspektin ekonomik, është e papërballueshme qoftë për bizneset. Ne si drejtoria e inspeksionit se kemi filluar me një aksion në largim të gjithë reklamave të vendosura në për hapësira publike, në trotuare, në gjelbrime, në sheshe. Aksioni do të jetë në vazhdimsi. Sot kemi filluar me rrugën Agim Ramadani, rrugën Ilir Konushevce dhe rrugën UÇK. Mirë po ditë të tjera do të vazhdojmë edhe në pjesë tjera të qytetit dhe rrugë tjera. Pasaj, në të gjitha rrugët do të jetë kjo e përfshirë, në të gjitha Prishtinën, apo... Po, kjo aksion do të përfshirë gjithë qytetin e Prishtinës dhe gjitha këto reklama siç po i shihni, të cilat janë të vendosura pa leje nga bizneset, jemi duke obligu me largu, në rastin e këndër, nëse nuk i largojnë, do t'i konfiskojmë dhe do të marrim mosa ligjore. Pse është ndërmarrë ky aksion? Po, kjo aksion ketë për qëllim të sigurisë më të mirë qytetarëve gjatë lëvizjes, lirimin e hapësirave publike për këtë arsye. Pra kjo është ankuar të lirimit të hapësirave publike dhe të trotuareve edhe nga veturat, apo është aksion i ndarë? Po, aksionin këtë rrugë, ne para disa javë kemi pas aksion, përveç që kemi largu automjetët cilat parkoheshin këtë pjesë të trotuareve, i kemi gjobit dhe kemi vendosur shtylla antipark thysen komplet rrugën. Domthonë fillimisht kemi filluar me automjete, pastaj jemi të vazhduar me këto pengesa ndryshme që janë në rrugë,
këto reklamat cilat janë vendosur pa leje nga bizneset e kështu me radhë. Po asni në kundërshtim të qytetarëve? Jo, deri me tani as në kundërshtim. Gjitha bizneset janë duke bashkëpunuar me neve, duke marrë reklama, duke i largu fyseve. Apo heqen vetëm këto reklama që janë lëvizëse apo ato ndoshta që janë të ngolizura? Ato që janë shtylla elektrike, reklamat ndryshme statike cilat janë të vendosura, jo do më mbi lokalin e reklam mbi biznesve, vetëm këto janë aty të largu. Këtë po e bëni mendimin e një kontraktuesi, apo? Po, e kena kompaninë e kontraktuar nga Komuna e Prishtinës, cilët kujdesen për këto punë.